jemi në një video prezantim zyrtar të eventit e sotshëm të vrapimit të garës Rafael United Edition. Dhe prezantoj pak në çfarë na pret sot dhe pret stage si është munduar dhe pret kanalari. Çfarë do bëhet sot për festa. Jemi në vijën e startit. Afrohemi afër zonës së finishit për disiplinën 5 km të dërmidhen. Ky është starti, ku do startojmë pak më vonë. Jemi në pikën e startit. Edhe matësi elektronik është gati. Shpoku është dhe finishi për të mbyllet, por eventi më pas do vazhdoj brenda. Kjo është pjesa e brendshme ku do mbahet eventi, pjesa ku do shërbim ushqimet catering dhe jo vetëm. Gjithashtu kemi dhe pijet këtu dhe grupet e vullnetarëve janë gati. Dhe nuk kishe si mos mendoshim pak edhe për stage-in, ku do hypin fituesit sot për 3 vendet e para. Këtu është pjesa më e bukur. Kemi bërë një pjesë që njerëzit do bëjnë foto, dhe jo vetëm, por edhe video. Pra për te i fotove që do bëhen tek ky kombi këtu, të cilët do dalin super foto. Ajo çfarë është e bukur këtij edicioni është se kemi bërë këtë pjesë këtu. Këtë koha ime. Çdo vrapues pasi merr vesh kohën në finish, në cilën kohë ka përfunduar, vjen këtu edhe rregullon kohën për orët, minutët dhe sekondat. Nga 1 tek 9 janë këtu. Vendoset koha në cilën garuesi ka mbaruar dhe bën një foto, të cilën ta ketë një kujtim shumë bukur nga ky event. Kjo është një nga surprizat që ne kemi. Një pjesë tjetër shumë e rëndësishme është dhe këndi tjetër, kur ne themi lër gjurmën tënde edhe ti. Ku do të kemi gjurmën? Dhe gja kanë filluar njerëzit, kanë hedhur firmat. Kështu që ju mirëpresim.